Tani, koha është sot më shumë se kur e përgjegjësisë qytetare. Përgjegjësi qytetare do të thotë në këtë rast përgjegjësi para vendit tënd. Çfarë do që je dhe cili do që je, në qoftë se ndjen veten shqiptar, është koha të ngrihesh. Është koha të përballemi dhëm për dhëm me një regjim që kaq të poshtur se kanë patur shqiptarët që nga koha e Enver Hoxhës deri sot. Vetëm Enver Hoxha ishte i aftë të mirëte çdo lloj vendimi për të ruajtur pushtetin e tij. Vetëm ai ishte i aftë t'i çonte Shqipërinë, shqiptarët tek racioni i bukës, misrit, kilogrami i kripës dhe i sheqerit, që t'i mbante ata të uritur dhe të topitur në mënyrë që të mos vendonin dot asgjë tjetër përveç kafshatës. Vetëm ai ishte i aftë në shpirtin e tij të zi të zhyste shqiptarët në izolimin më të thellë që të mos krishin kundër tij. Edi Rama, pasi ka vjedhur miliarda pasuri publike me organizatën e tij kriminale, tani zhduk edhe kushtetutën, zhduk shtetin ligjor, i mbyll të gjitha, shkatron drejtësinë për të mbrojtur lëkurën e tij. Nuk ka ditë më të vështirë për vendin se sa kjo. Nuk ka ditë më të vështirë për kombin se sa kjo. Mendoj se komuniteti ndërkombëtar ka folë shumë qartë. Për një sëri vendesh të Bashkimit Evropian, shteti ligjor është kushti i gjitha kushteve që Shqipëria të ecë në rrugën e integrimit. Dhe pa shtet ligjor nuk ka proces integrimi. Por mjerisht, ka dhe tek këtu këtë tjerë, të cilët nuk bëhet fjalë që Shqipëria të jetë me shtet ligjor as pa shtet ligjor antar i Bashkimit Evropian. Ndaj dhe mbështesin variantin Vučić-Rama. Variantin e marrëveshjes tregtare. Pa marrëveshjen politike, do më thanë, sui generis, marrëveshje që mund t'i ofrohet Tunizis, mund të ofrohet shumë vendeve, tregti. Por, kjo që ndodh, është në kundërshtim flagrant me aspiratat e mbarë shqiptarëve. Të gjitha studimet tregojnë se shqiptarët mbështesin, qytetarët shqiptarë mbështesin fuqishëm procesin e integrimit.
Partia Demokratike është zëdhënëse e këtyre aspiratave. Për kohën që ishte në pushtet, ajo ishte një lokomotiv e pandalshme e procesit të integrimit. Në historinë e vendit, procesin e integrimit e ka ndaluar vetëm Edi Rama. Ju kujtohet mirë në vitin 2012, kur Komisioni Evropian rekomandoi statusin e kandidatit, dhe ishin 3 ligje për të votuar, Edi Rama pasi ra dakord me ndërmjetësimin e zyrtarëve të lartë të Komisionit Evropian për votimin e tyre, nuk i votoi ato. Dhe ta dinë shqiptarët. Nuk i votoi, por si faqezi që është, se s'ka patur Shqipëria njeri me faqezi sa atë. Ai normori në vjesht e vitit 2013, pasi fitoi zgjedhjet, udhëtimin më të turpshëm në historinë e vendit të një kryeministri. Shkoi në Londër si kryeministër dhe kërkoi takim vetëm me drejtorin e Foreign Office për rajonin. Pala britanike i tha se nuk mund të ndodhë kjo. Se në ato protokollet tona, një kryeministër nuk mund të pritet nga një drejtor në ministrinë tonë të jashtme. Nuk ndodhë kjo. Prandaj, urdhro ta lartësojmë takimin dhe ti sigurisht do pritet. Jo, tha, nuk dua. Dhe këto janë të gjitha me dishmitar, ta dinë shqiptarët janë me dishmitar. Si përfundim, pala britanike gjen një zgjidhje praktike. Nuk e pret ai në zyrën e Foreign Office, se do ngele gjëja më pas. I shkon në hotel Edi Ramës. Dhe cila ishte kërkesa e tij? A mund të imagjinoni ju? Kërkesa e tij ishte që ne bllokoni statusin e kandidatit, që të mos tani dhe na ikni pas 6 muajsh, që të mos duket se po e marrim nga qeveria që ishte. Absolute kjo. Që u them. Ai mori shënim. I habitur shumë drejtori, por drejtori me njerë ja transmetoi ambasadorit tonë që nuk ishte i ftuar në takim. I tha, ky takim në jetën time nuk ka ndodhur kurrë. Ky është çfarëdo epiteti që ti vesh ti i turpron fjalët me këtë njeri. Ja u turpron ato me këtë njeri. Dhe ky sot tani, ky që shkoi dhe e shtyu vetëm që të mos dilte se ishte punë e Partisë Demokratike, sepse ne i humbëm zgjedhjet dhe menjëherë i votuam 3 ligjet. Nuk po shkonte kurrë mendja ne që t'ja kthenin me të njëjtën monedhë atij. Ne u futëm në parlament, votuam 3 ligjet dhe i hapëm rrugën. Po ky tani shkon dhe lobon që ne mos të kshtyhej statusi në mënyrë që të mos i binte si merit Partisë Demokratike.